Rrjetet sociale janë çdo herë e në ngritje. Këtë dëshmojnë edhe reklamat e shumta që personazhet publike i preferojnë. Por, a e keni vërejtur një gjë? Kanë shumë ndjekësa e kur vjen puna tek lajket, ato mund t'i numërosh shumë lehtë, sepse janë shumë pak. Në Zoom në temën e javës do të merret me disa nga blogerët që e quajnë veten të tilla. Ato e kanë pasion fotografinë dhe pozimin, e bile këto e kanë shndruar edhe në profesion. Vlen të përmendet që është fushë që të siguron fitim të majm. Këto inserte nisi me Festa Çoçaj, e cila numëron hiç më pak se mbi 500.000 ndjekës, thënë më shkurt gjysmë milion. Nga Festa kalojmë tek Sara Berisha. Ish banorja e Bigut, një herësh e dashura DJ PM, është një ndër blogerët më të famshme në trojet shqipfolësa. Ajo aktualisht numëron 313.000 ndjekës në Instagram dhe kontenti që përmban llogaria saj është i mrekullueshëm. Ka kaq shumë ndjekës, por videot e saj pëlqejnë vetëm nga 2 deri në 3.000 persona. Sara ka bashkëpunime të shumta me brendet e njohura shqiptare dhe të huaja, ku siç e dim çdo postim paguhet mbi 1.000 euro. Ato po ashtu qëndrojnë afër bizneseve edhe për organizimin e giveaway. E mira krejt kësaj është se edhe DJ PM-ja po hajren vëmendjes së Sarës. Njësoj vepron edhe Rina Bërdyna, ajo ka më pak ndjekës krahasuar me vajzat e lartë përmendura. Bukuroshën kosovare ndjekin mbi 37.000 persona dhe Rina ndjek rreth 1.000 sosh. Bërdyna më shumë fokusohet tek reklamimet në qendër estetike, marketingun direkt për produktet kozmetike. E duke i parë linjat seksi të blogerës, sigurisht që nuk mungojnë as beshjet elegante dhe ekstravagante. Këto personazhe publike kanë ndikim edhe te qytetarët e thjeshta, të cilat sigurisht që këto vajza i marrin edhe si model duke imituar. E vlen të përmendet që ndër blogerët më të njohura të kohëve të fundit është edhe Lori Hoxha. Një tjetër emër që bën jetë luksoze e merret me postime atraktive është edhe Luana Vjollca, e cila është e jetë aktive duke ndarë me ndjekësit e saj momente nga jeta private. Armina Mevlane, Aurela Hoxha, Sara Karaj, Dea Michel, Lorena Haliti, Kaltrina Kongjeli janë disa nga emrat më të njohur që merren me modelizmin e madje kanë famë dhe vëmendje të madhe.